Duhet nisim këtu së pari për shembull që autorët antik, kam lexuar në studimet antike, të cilët kanë pretenduar ose janë shprehur se ilirët nuk kanë qenë të pastër, kanë dashur të bëjnë identifikimin ose ndarjen e ilirëve duke thënë se nuk janë të pastër sepse lahen vetëm 3 herë në jetë. 3 herë në jetën e tyre. Gjë që nuk qëndron, sepse dihet shtrirja ilire është rreth Bregdetit dhe rreth ujrave, deri në Danube, deri në Save dhe deti Dalmacin, deti Jon edhe deti Adriatik, por ajo që nuk kanë kuptuar autorët antik është se këto kanë qenë larje rituale, të cilat janë bartë edhe sot në kulturën tonë. I kemi për shembull larja rituale e lindjes së fëmijës. Në momentin e lindjes së fëmijës është një proces shumë interesant ku lahet fëmia për shembull dhe mënyra e larjes së fëmijës. Domethënë specifikat e veçanta të cilat edhe sot janë në studimet e antropologëve që merren me rritet e lindjes. Në anën tjetër është larja rituale e dasmës ose e dhëndrit kur të martohet, po edhe e nuksës kur të martohet, ditën e dasmës që gjithashtu është një larje rituale, dhe larja e ritualit të vdekjes, që nuk ka të bëjë me ritualin fetar, por rituali do thot familjarët që e kanë larë, domethënë të vdekurin, është një larje rituale e cila dhe për këtë dhe thot nuk kanë pasur informacione, dhe me thënë studiuesit antik që ta bëjnë dallimin e larjeve rituale me larjet e përditshme.